Ndalohet hyrja e personave nën 18 vjeç, duket si një vendim ekstrem për një biznes që ka si qëllim maksimizimin e fitimit. Por këtë risk e ka marrë Armand Hoxha, një pronar lokali në Bogradec, ku biznesi i tij ndodhet ngjitur me gjimnazin e qytetit. Ne morëm si iniciativë duke parë që nxënësit kishin një tendencë të lënë të orëve të mësimit dhe mos frekuentimin e shkollës. Ky vendim sjell humbje ekonomike për lokalin, por më e rëndësishme për drejtuesit e këtij lokali është mesazhi se sa paratë humbura. Sigurisht që kjo ka një peshë në bilancat e lokalit, pasi çdo individ përkthehet në të ardhura, por ne si Sher Lokaj Rishpap jemi të mendimit që më mirë një lokal bosh se sa një shkollë bosh. Psikologët e kanë mirëpritur dhe vlerësuar vendimin. Për mendimin tim, nisma është shumë pozitive për sa i përket ndikimit në komunitet. Janë disa çështje që duhet të theksohen. Pse kjo nismë shumë pozitive? E para njëherë interesi më i lartë i fëmijës. Të gjithë fëmijët gjatë procesit mësimor, gjatë fashës mësimore, nuk duhet të devijojnë përveç në ambienteve të shkollës. Menaxheri i lokalit shpreh se nisma duhet të shpërndahet dhe në qytete të tjera të vendit në mënyrë për të dhënë mesazhe të qarta.